Ky nuk është Konstantini, por jeta e tij ka shumë legjend në kërkim të së motrës. Nuredin Tërpeza pas 57 viteve takon motrën e tij Lutfian. Këta janë fëmijët e nacionalistit shqiptar Hajrullah Tërpezës, i cili pas luftës së dytë botërore u dash të migrojë në Gjermani, ku jeta e detyroi të krijojë familje të re. Kësaj në Kosovë la një vajzë, ndërsa në Gjermani, me martesën e dytë, pati një djalë, Nuredinin. Nuredini një kohë ishte privuar nga drejta që të vinte në atë dhe, pastaj e kishte penguar një aksident i rënd, kurse këto ditë së bashku me vajzën e tij Sabrinën, ai vendosi që të vinë në vendlinjën e babait tek e motra e vetme. Ja, also ich habe die Vorgeschichte war, weißt du, von Papa. Po kaloj shumë mirë, me vite e kam pritur këtë ditë. Për familjen e babit kam ditur nga rrëfimet e tij, ndërsa vendin e lindjes së tij e kam parë vetëm në fotografi. Jam shumë i lumtur që takova motrën time të vetme, e cila me vite ka vuajtur për të më pa nga afër. Me të vërtet, këto janë emocione të rralla dhe falenderoj edhe vajzën që insistoi që së bashku të vim në Terpez për të vizituar krejt ata që përbëjnë trungun tim familjar nga ana e babait. Motra Lutfie, e cila nuk mund të përmbahet dot nga lotët, thot se këto ditë janë ditët më të mira të jetës së saj. Ajo thot se gjithë fëmiria e saj ishte vuajtje, pasi që fëmijët e ballistave provuan ngjarje të rënda, të ndryshme jetësore. Këtë vuajtje e mi kanë, se mi kanë fëmijë ballista, e mi kanë në përburgje. Kemi pas kur fa kontakti me thit, kemi këtu. Se s'kemi gudu për shtetit. Gjallën e kam Nuredini se dyshe e me ka pasa minori, e nëmën gjyshet tëna, nëmën në vetë, ja kalon e në gjallit Nuredin. Kë ka e në gjyshet Nuredin, Hajrullah Tërpeza. Ne kemi prit pa dorëm. Vetë një mashkull i familjes tonë. Ardhen e ti, se për para, edhe s'kemi gudu me shku, edhe s'kan gudu me ardhë. Dhe mas lufte, mas lufte, ka pas aksident, o konë shërime, halon të u shëruash, sa pjonota me shtapë për herë, në terapi. Kurse Mbesa, kishte një tisë ngjashmërie me hallën e saj Lutfien. 28 vjeçarja, vajza Nuredinit, thot se kjo eksperiencë do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e jetës së saj. Në të vërtet, unë nuk e kam takuar gjyshin tim, pasi që ende nuk pata lindur kur ai vdiq, por që mbiemri im gjithmonë më ka shtyer që unë të vi këtu dhe të takohem drejt për drejt me trungun familjar të babait. Këtu jena mirëpritur shumë ngrohtë nga të gjithë. Unë po kaloj mrekullueshëm, diçka e bukur po ndodh në jetën time. Në fakt, atje kemi libra të shumtë për veprat e ballizëve, por që fatkeqësisht nuk dim të lexojmë shqip, kështu që vendosëm të vim dhe gjithë atë paraftyrim që kishim ta shohim edhe ta prekim. Kështu, dje gjatë ditës së parë në Kosovë, Nuredini me vajzën vizituan fshatin Tërpez, aty ku lindi babai Hajrullahu, më pas vizitoi edhe varret e të rënëve për t'u takuar me kushërinje shumë të afërm që ky shqiptaro-gjerman i ka në Kosovë.